Imran Fetaj, kryefjala e këtyre dytëve, më shumë për debutimin e shkëlqyeshëm me përfaqësuesin e Maqedonisë në ndeshjen me Irlandën. Si e ndjer realisht këtë ditë, Imran? Normal, por mua është një ndjenjë shumë e bukur kur luam për përfaqësuesin e Maqedonisë, po ashtu edhe për debutin që kisha, për debutimin që e bëra, që besoj se më shkoi mirë, shkoi si duhet, dhe normal, jam shumë i lumtur dhe ndjehem në mënyrë të shkëlqyer. Imran, në media, edhe nga seleksionuesi, por edhe nga gjithë këto faqet sportive, ke qenë lojtare me notën më të madhe. Të ka pëlqyer kjo? Po normal se më ka pëlqyer, ndjehem i vlerësuar dhe kjo më motivon ende më shumë. Por gjëja që ndjek e çardhë dhe më ka ardhur shumë keq normalisht lëndimi i Reshatit, e cila ishte një fatkeqësi dhe i dëshiroj shërim dhe rikthim sa më shpejt. Mirë, ka përfunduar grumbullimi me përfaqësuesin, një kthyer në skuadër, tani nesër na pret ndeshja me Pelisterin. Si është atmosfera në skuadër? Atmosfera është shumë e mirë, shumë pozitive, jemi të fokusuar maksimum, shkojmë t'i marrim nesër 3 pikët, por duhet kemi kujdes sepse këto ndeshje dinë edhe t'jenë ndeshje të vështira edhe të rrezikshme, por ne jemi me fokus 100% dhe shkojmë për fitore nesër. Në ndeshjen e fundit me Pelisterin nuk është se shkuam aq lehtë. Si duket skuadra nesër? Normal, siç thash, është e fokusuar për shkak të ndeshjes fundit që e kishim me Pelisterin, ku ndoshta nuk na shkoi edhe si duhet edhe aq mirë, dhe për atë jemi të fokusuar 100% dhe shkojmë për 3 pikë. Po këto spekulime, gjithë që shkruhet në media, interesime, do shkoj Imrani këtu, do shkoj këtu, të vjedhin fokusin apo je me këmbë në tokë? Jo, as pak. Për mua fokusi kryesor është që të dal kampion me Shkëndijën, po ashtu të fitojmë edhe Kupën e Maqedonisë, dhe ky është fokusi im. Gjëra tjera presin? Gjëra tjera presin dhe ka kohë.